Profesor Nusar, profesor, përshëndetje dhe mirëseardhjet. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Profesor, po i nis me ju dhe fillimisht e pritët që gjykata kushtetuese do nxjerrë një vendim të tillë sa i përket dekretit të presidentes. Në fakt që nga fillimi e kum pas qartë që dekreti i presidentes është antikushtetues, sepse ne jetojmë në një republikë parlamentare dhe në sistemet e tilla kompetencat e presidentit apo presidentes e cila zgjidhet prej kuvendit janë shumë të kufizuara, por se kum pas me dyshet e mia ndaj gjykimit të gjykatës kushtetuese, sepse jemi mësuar që gjykata kushtetuese fatkeqësisht Kosovë nuk është që prodhon zgjidhje, aktgjykimet i ka dobta, aktgjykimet nuk i ka shtërruese dhe fatkeqësisht nuk po krijon precedentet mira për situata që do të vinë pas, sepse jam i sigurt që edhe në të ardhmen do të kemi probleme të tilla. Por se megjithatë, sado që jo në gjuhën që i zhdesht me e thonë, megjithatë është konstatim që presidentja nuk ka vepruar sipas kushtetues, tash ata e kanë gjetë në fiskulturë një emërtim tjetër për shkeljen e kushtetues, për dekretin, po kanë zbut, ata i kanë makinacionet e veta, por që është e qartë që ne jetojmë në një republikë parlamentare dhe kompetencat e saj janë të kufizume dhe shpresoj shumë që në të ardhmen nuk do të kemi ndërhyrje tilla pra të një organi tjetër në një organ tjetër. Çka është me rëndësi mbi të gjitha është që ne nuk shkuam me automatizëm zgjedhje të jashtëzakonshme dhe shpresoj shumë që partitë parlamentare do të ulen, do të diskutojnë dhe më në fund do të dakordohen rreth një emri konsenzual, i cili do të ishte partij partive, mbi partitë, i cili do të reprezenton